Këshilli i Sigurimit ka mbajtur mbledhjen e radhës ku diskutua raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për Kosovën. Në këtë mbledhje Kosova u përfaqësua nga ministra Donika Grvalla, e cila bëri të ditur se vendi mbështet dialogun me Serbinë, por shtoi se rajoni duhet të jetë i kujdesshëm ndaj politikave destabilizuese të Vučićit. Make clear that there is no Kosovo i Metohia. It doesn't exist, ladies and gentlemen. Fillimisht bëri diçka të qartë. Kosova e Metohia nuk ekziston. Kështu ju drejtua antarëve të Këshillit të Sigurimit ministria e jashtme në detyrë e Kosovës Donika Grvalla në hapjen e fjalimit të saj të martën. Më pas u sigurua që përmes fotografive të shfaq kërcënimet të serbëve në Kosovë. Nuk ka Kosovë dhe Metohi, ajo nuk ekziston. Kosova dhe Metohia është shprehje e qartë e ambicjeve hegemoniste të Serbisë ndaj Kosovës. Është gjuha e vjetër e Miloševićit dhe atyre që e ndjekin. Kosova është demokraci e pastër perëndimore. Mbështetja për NATO dhe SBA është 99%. Ne jemi vendim më pro NATO dhe pro SBA në botë. Ne jemi mbrojtur nga gjenocidi nga NATO dhe SBA. Para Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Grvalla shfaqi nevojën për dialog të njëmend me Serbinë dhe jo për, siç e quan ajo, mashtrime të Vučićit. E përcjellim propagandën e Vučićit dhe urrëties që shpërndahet. Helmon popullatën serbe. Në Serbi mund të shihni grafit murale të mëdha, sot ku shkruhet kur ushtria të kthehet në Kosovë. Nuk shkruhet nëse, por kur. Ata nuk e fshihin qëllimin e vet. Ne jemi në favor të dialogut. Na duhet një dialog i vërtet dhe jo një mashtrim nga Vučići. Strategjia e të cilit ndaj BE-s është luftë deri te agresioni ushtarak. Luftimin e institucioneve paralele serbe në Kosovë, ministri i jashtëm serb Marko Đurić e quajti politik që synon dobimin e serbëve nga Kosova. Ka arrestime arbitrare, dhunë të pakontrolluar dhe një sfidë drejt për drejt ndaj parimeve themelore të Kombeve të Bashkuara. Për një deklarim të tillë s'do të kursehej në kundërpërgjigje ministria kosovare. Đurić e di mirë, ai nuk ka probleme me vrasës e dhunues, ai mund të ketë zë të butë, por ai ul në kafe pas ulmit në Banjsk me Radojčićin. Đurići ishte përfaqësues i Vučićit për vite të tëra për Kosovën. Ai ishte partner në krim e korrupsion. Këshilli i Sigurimit diskutoi për raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për Kosovën. Zëvendës përfaqësuesi special i UNMIK-ut Milber Donjun u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të rikthehen dialogut për zgjidhjen e çështjeve të mbetura. Në anën tjetër, kryeministri në detyrë Albin Kurti është takuar me diasporën shqiptare në Londër në prag të procesit të Berlinit. Nga atje Kurti ka folur për përpjekjet e tij për të formuar qeverinë e re, duke thënë se procesi nuk është i lehtë. Ndër të tjera, Kurti ka përmendur një ofertë që kishte bërë kryetarit të nismës Fatmir Limaj për bashkëqeverisje. Vazhdimisht tha se po punohet për formimin e qeverisë, por nga Londra theksoi një realitet tjetër. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ky proces është goxha i vështirë veç të tjerash për shkak të ambientit që sipas tij po mbretëron në vend. Nuk është kollaj se s'di si me u shpjegu, ndoshta pak e keni ndjellë vet, po është intoksiku atmosfera shumë. Ka shumë xhelozie inate, sinizëm, shumë se ide, punë, pasion. Në prani të mërgjimtarëve, Kurti përmendi dhe angazhimin që sipas tij u bë për formimin e qeverisë, por kur foli për ofertën që ja kishte bërë Fatmir Limajt, tha se ajo ishte maksimumi i mundshëm. Unë kam qenë i gatshëm nismës, mja dhonë me 3 deputet, një ministër, nën kryetarën e kuvendit, vetëm pak. Po t'ish bojnë Bulena Haxhiu, kryetare e kuvendit, Fatmir Limaj ka mund të bëjnë nën kryetar kuvendit. Se duhet kryetarit dhe nën kryetarit me qenë qenive të ndryshme. Para mendoj këtë situatë, ku Bulena Haxhiu bëhet kryetare e kuvendit, Fatmir Limaj bëhet nën kryetare e kuvendit, se i ka pas 5 fish vota ma pak se Bulena. E kish marrë një ministri edhe 2 zëvendës ministra. 4 pozitat nënta me 3 deputet. Që kjo është racionale. Maksimumi ku mund shkojë. Nga Londra përsëriti akuzat e vjetra për kundërshtarët politik. Nuk po duket që opozita ka vullnet dhe as synim për qeveritë të tyre alternative.
por dikush nga të pranishmit pati vrejtje edhe për të. Në një rëno, Të tjerët u aktivizuan me njëherë. E këtu përballë me një kërkesë të një prej mergjimtarëve i cili kërkoi nga kryeministri në detyrë veprimin ndaj shkrerëve të UÇK-s. Ata 4 komandante atë që janë duhet bësh diçka. Ato ja kalojnë. Por sa do politikat janë kundërta me tuat, ti duhesh të danish të japësh diçka për ta. Kur ka mbetur edhe 20 ditë deri në ditën e balotazhit për zgjedhjet lokale, partitë politike tashmë kanë nisur bisedimet për marrëveshje dhe koalicione në disa komuna. Në Fushë Kosovë, LDK ka arritur ujdi me nismën socialdemokrate, ndërsa Vetëvendosja ka lidhur koalicion me AK-n. Japshim premtime për koeficient ma shumë se programin e tyne. Çfarë hajvonash? Njëri e quante hajvan atë dhe kundërshtarët tjerë politik. Unë kam deklaruar disa herë se Kurti nuk punon për Kosovën, për interesat e Kosovës. Kam deklaruar se është i rekrutuar nga Serbia, edhe aleatët e Serbisë. E tjetri sla vend për gjatë 4 viteve për ta cilësuar si të rekrutuar nga Serbia. Mirë po Albin Kurti e Ramush Haradinaj duket se nuk u hidhëruan shumë me këto akuza e ofendimet që i bën mes vete. Subjektet që këta dy udhëheqin, Lëvizja Vetëvendosje e Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, arritën marrëveshje për bashkëqeverisje në komunën e Fushë Kosovës. E madje kandidati i LVV-s Valon Prebreza konfirmoi edhe komunikimin me Partinë Demokratike të Kosovës dhe shumë shpejt pritet ujdi edhe me të. Gjuha në nivel nacional që e kanë përdorur partitë politike i zhdasht me i përcaktu edhe koalicionet lokale, sepse nuk mund është me pas akuza në nivel qendror të nivelit të tillë e pastaj me bo koalicion në nivel lokal. Koalicion në atë qytet lidhi edhe Lidhja Demokratike e Kosovës me nismën socialdemokrate. E kandidati i LDK-s në Suharek u fotografua teksa bisedonte me Samil Ushtakun e PDK-s në një kafene. Një matje pulsit, ashtu se si do të reagoj elektorati dhe strukturat e partisë. Ne po shohim shumë çka, besoj që ditë tashmë kena me pa edhe më shumë, që kemi me u habit edhe kemi me pa se si njerëz i përbin dhe fjalë që i kanë thonë. Në ndërkohë bisedime për koalicionet qendrore po vazhdojnë pas dyreve të mbyllura, sipas presidentes Vjosa Osmani. Unë nuk do të sugjeroja që nuk ka përpjekje, sepse vetëm se ne nuk i dim, nuk do të thotë që ato nuk janë duke ndodhur. Kalojmë në Hagë, flasim për procesin gjyqësor kundër ish-krerëve të UÇK-s. Shumica e provave të prezantuara nga mbrojtja e Jakub Krasniqit, të cilat tregojnë për krimet e supozuara serbe gjatë luftës, nuk janë pranuar nga trupi gjykues. Ky vendim u arsyetua me parëndësinë e tyre për çështjen e të akuzuarit. Ndërkohë refuzimi i provave solli reagime nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Të hënën e ardhshme rikthehen seancat në gjykimin ndaj Thaçit e të tjerëve. Aty do vazhdohet me dëgjimin e dëshmitarëve të mbrojtjes, mirë po jo të gjitha provat shfaqësuese u pranuan nga trupi gjykues. Në fakt, pjesa më e madhe që dëshmojnë për krimet serbe të kryera në Kosovë janë refuzuar nga Charles Smith. Paneli së pari vren se më parë ka vendosur që provat për krimet e dyshuara të kryera nga forcat serbe janë përgjithsisht të parëndësishme për akuzat kundër të akuzuarit. Mbrojtja gjithashtu nuk ka arritur të vërtetojë se incidentet e përshkruara në këtë pikë janë të lidhura me ndonjë nga akuzat ose faktet në akt akuz, ose se ato lidhen me ose janë provuese të organizimit ose aktivitetit të UÇK-s në zonë në një kohë ose vend që lidhet me akuzat. Përveç kësaj u refuzuan edhe prova tjera ku sqaroi raporti mes ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Trupi gjykues nuk e konsideron përmbajtjen e saj siç përshkruhet aty të jetë relevante për qëllimet e përbashkëta të pretenduara të UÇK-s dhe LDK-s në asnjë mënyrë relevante për këtë çështje. Por kjo nuk e befasoi avokatin e akredituar në speciale Skënder Musa, që thotë se gjykata u themelua për ta gjykuar vetëm UÇK-n. Në fakt ato prova mujnë me dëshmu vetëm krimet e serbëve të kryera ndaj shqiptarëve, ndërkaq që gjykata në këtë rast është themeluar që do të krimet të ushtrisë shqiptare të Kosovës kundër civilëve, qoftë serb apo komuniteteve tjera, se dhe krimet kundër të drejtave të njerëzit që bëjnë pjesë në domenin e drejtave ndërkombëtare penale.
Dhe në këtë aspekt, refuzimi kësaj radhe ka qenë i drejt në aspektin ligjor, ndërka që në aspektin e opinionit ka qenë i pa drejt, për shkak se ne e dim çfarë krimesh kanë bërë serbët. Megjithatë, me këtë s'po pajtohen nga organizata veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo gjykatë gjasson në gjykata serbe. Ne e dim që kanë dënuar Serbia në atë kohë, vitet 90 edhe para vitet 90 që ka dënuar Serbia gjithmonë. Shqiptarë që ka dënuar me cindra mijëra vjet kanë ndaj shqiptarë në përburgje të Serbisë, tash kjo gjykatë po tenton apo ka dëshirë është që të bashkëpunë shumë edhe ne po na gjasson tamam në gjykatat serbe. Pas protestave në Prishtinë, Hag dhe Tiranë, këta paralajmëruan se radhës do të jetë në Shkup. Komisioni qeveritar për të zhdukurit ka njoftuar se janë zhvarrosur mbetjet mortore të 4 personave në varrezat e fshatit Hajvali në Prishtinë që dyshohet se i përkasin në kohë së luftës. Komisioni bëri të ditur se ekzistojnë dyshime se në këtë vend mund të jenë edhe mbetjet mortore të 7 personave të tjerë. Dyshimet se ka mbetje mortore aktivizuan edhe njëherë ekipet e mjekësisë ligjore. Pikërisht në varrezat e Hajvalis, këtu ku prej muajsh dyshohej se ka mbetje nga lufta e fundit, autoritetet kosovare të martën gjetën eshtra që dyshohet se u përkasin të paktën 4 personave. Kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur, Andin Hoti, tha se këto gjetje mund të jenë të njerëzve në listën e personave të zhdukur. Deri me këtë moment kemi arrit mi gjetë, pra po them nuk janë persona zhdukur patjetër. Kemi arrit mi gjetë mbetjet mortore të 4 personave ose së paku 4 persona, sepse këto tjera pastaj do të vlerësohen nga antropologu dhe në mjekësi ligjore. Kjo është hera e dytë që autoritetet kosovare kryejnë ngërmime në këtë lokacion. Përveç këtyre 4 trupave, sipas kushtrimgares nga ky komision dyshohet se janë edhe 3 persona të tjerë. Këtë lokacion jemi rikthyer. Kjo do të thotë që ky lokacion është trajtuar më parë. Trajtimi i parë ka ndodhur dikon në vitet ose muajt e parë, muajt e parë të pas luftës, dikon tetor 99. Dhe në bazë të dhënave tjera të shqyrtuara, të siguruara përmes edhe arkiva ndërkombëtare, falë mbështetjes, siç e tha zoti Oti, edhe të partnerëve ndërkombëtar këtë rast, komitet ndërkombëtar të fuqishëm. Dhëna këto të shqyrtuara së të analizuar në mënyrë të thellësishme, kemi konkluduar se ne do të rikthehemi këtë lokacion, me që qysh në tetor 99 po flasim për 8 trupa që janë gjetë, janë zhvarrosur. Me të marrë këtë informat, familjarët e atyre që dyshohet se u përkasin mbetjet erdhën në vendngjarje. Mirë po për shkak të ndjeshmërisë së rastit nuk pranuan të flasin para kamerës. Ndërkohë nga Instituti për Mjekësi Ligjore u shprehen se kufumat do të dërgohen në Institut për Ekzaminime Mjeko-Ligjore. Deri më tani mund t'ju informoj se kemi zhvarrosur 4 mbetje mortore, të cilat kemi bazë të dyshojmë se i takojnë në periudhës luftës së fundit. Sigurisht që tani mbetjet mortore do t'i dërgojmë në Institut për Mjekësi Ligjore, ku do t'i nënshtrohen ekzaminime mjeko-ligjore. Në këtë vit janë bërë gërmime në 24 lokacione në territorin e Kosovës, në 12 prej tyre janë gjetur mbetje mortore që potencialisht mund të jenë të personave të zhdukur. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka dështuar seanca së martës ndaj 3 të akuzuarve lidhur me sulmin terrorist 24 shtatori 2023 në fshatin Banjës të Zveçanit, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović dhe Blagoje Spasojević. Në këtë seancë ishte planifikuar të dëgjohet dëshmitarja Dragana Antonijević, por e njëjta mungoi. Kryetari i trupit gjykues, Arben Hoti, tha se në bazë të provave që ka gjykata, dëshmitarja ka pranuar ftesën me rregull, pra ftesa është pranuar nga babai i saj, Dragoljub Antonijević, i cili në një formë e ka lënë të hapur mundësinë e paraqitjes në seancë, mirë po me rastin e pranimit të ftesës ka deklaruar se e njëjta gjendet në Serbi. Në seancën e radhës pritet të dëshmojë një dëshmitar nga Maqedonia e Veriut. Po në gjykatën themelore të Prishtinës sot u zhvillua seanca gjyqësore kundër të akuzuarve për sulm ndaj pjesëtarëve të policisë në veri të vendit. Të akuzuarit Nenad Milković dhe Aleksandar Lazić pranuan fajësi, ndërsa shpallja përfundimtare e vendimit pritet të mbahet në fund të këtij muaji. Një aksionit të përbashkët të policisë e doganes në veri të vendit, serbët lokal ju përgjigjen me dhunë.
Shpërthime, gjuajtje me gur, goditje me shufra metale e druri ishin vetëm disa nga veprimet e tyre kundrejt zyrtarëve shtetëror me 13 tetor të 2021-s. Kriminalet serb shkuan edhe me tutje duke përdorur edhe armë zjarre e granata dore, e ku si pasojë e tyre së paku 3 pjesëtar policor mbeten të lënduar. 4 vite më vonë, palët e përfshira në këtë rast u bën bashkë sërish, por tani në gjykat. 4 pjesëtarët e policisë u ulën në bankën e të dëmtuarve e 6 huliganet serb në atë të akuzuarve. 4 prej tyre u përfaqësuan nga avokatët shqiptar. Para se të fillonte shqyrtimi gjyqësor, në sallë u ndal energjia elektrike. Kur u rikthyen dritat, vazhdoi edhe seanca. Pasi akt akuza konstatua si e lexuar, gjyqtari Vesel Ismaili i pyeti me radhë të akuzuarit sa i përket fajsisë. A një vetëm fajtor për të dy vepra penale për cilat akuzohesh? Za ova krivična dela za koje se optužujete? Ne. Jo. Por asnjërin? Za nijedno krivično delo. Ne. Okej. Milani? Milane? E njëjta pyetje? Isto pitanje. Da li se osjećate krivim? Ne. Jo. 2 nga ta e pranuan fajin. Do të thonë, ti ndin vetëm fajtor për hyrjen e veprës penale, për cilën akuzohet. Za ovo krivično delo za koje se optužujete? Da. Po? Vašom dobrom voljom? Të pranon? Pa imponime, pa presione, pa... Po dhe më vjen keq, pendohem. I kajës. Dhe pendohem. Arsyetim shtesë rreth këtij veprimi pati avokati mbrojtës i tij. Dhe unë marrë që të përfundoj çështjen. Da se okončalo pitanje. Ja nga vlerësim gjykatës dhe prokurisë për këtë pranim që ne do ta paraqesim sot me të mbrojtur. Ky akt u pranua fillimisht nga prokurorja speciale, më pas u aprovua dhe nga gjyqtari. Pajtohem me pranimin e fajsisë së priznanjem krivice të akuzuarit strane optuženik Nenad Milković. Nenad Milković dhe i Aleksandar Lazić. Aleksandra Lazić. Aprovohen. Usvajaju se. Prani fajësia. Priznanja. Shpallja e gjykimit ndaj 2 prej tyre që u veçua lënda do të bëhet me 22 tetor. Një grua u arrestua të hënën në gjykatën themelore në Prishtinë pasi dyshohet se ka kanosur gjyqtarin gjatë shpalljes së vendimit ndaj 2 të akuzuarve për vrasjen e djalit të saj. Ajo ishte pa kënaqur me dënimin për 21 vjetësh burgim që u shqiptua 2 të akuzuarve. Për herë të tretë, vrasja në qendër të Prishtinës në 2017 u kthye në rigjykim. Të hënën ishte shpallja vendimi ndaj 2 të akuzuarve, Arlinda Ahmeti dhe Agran Vllasaliu. Prezent në sallë ishin edhe familjarët e viktimës Nehar Sahiti. Deri në momentin kur trupi gjykues hyri në sallë, palët e përfshira në rast e ruajtën qetësinë. Por kur trupi gjykues njoftoi se vepra penale është rikualifikuar nga vrasja rënë në shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, reagoi nëna viktimës. Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm ka një 365 pak. Morët këft që a jetë të thënë, morët këft që a jetë të thënë. I mire aja në të eronë që a ka mos atë, edhe ti që ashtu jetë të. Ajo e familjarë tjerë preashtua nga salla e gjyqtari shpalli akt gjykimin dhe 2 të akuzuarve. Të panderën Arlinda Ahmeti dhe Agran Vllasaliu secilën veç e veç i shqipton dënim burgim kozgjoti për 12 vite që i përket veprës penale shkaktim të rrezikut përgjithshëm, si edhe për veprën penale mbrojtjen pronësi kontrollit së potërzim të armëve secilën veç e veç ka 4 vite 6 muaj burgim. Këta të 2 u larguan më pas me asistencë e policisë e të uniformuarit arrestuan edhe nënën e viktimës. Fjalët e viktimës drejtuar kryetarit të trupit gjykues pas daljes nga seanca u cilësuan si kërcënim, e ku më pas policia të njëjtën e ka shoqëruar në stacion policor. Me vendim të prokurorit e pas intervistimit, e dyshuara është liruar në procedurë të rregullt. Me 13 dhjetor të 2022 gjykata themelore në Prishtinë kishte shpallur akt gjykim dënues ndaj 2 të akuzuarve Agran Vllasaliu dhe Arlinda Ahmeti, duke i dënuar me nga 21 vjet burgim për vrasje të rënë në bashkëkryerje.
Një person ka mbetur i lënduar sot gjatë një përleshje në Podujevë dhe është dërguar për trajtim mjekësor pas goditjes me një mjet të fortë. Policia ka shëshuar 4 persona në stacion, një dëshmitar dhe 3 të dyshuar të përfshirë në incident. Hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe motiveve të ngjarjes vazhdojnë. Lidhur me këtë rast, policia ka shëshuar në stacion policor 4 persona, prej tyre një dëshmitar dhe 3 persona të dyshuar të cilët ishin të përfshirë në rast. Aktualisht policia po vazhdon punën për zbardhjen e rrethanave dhe motiveve që karakterizojnë ngjarjen, ka thënë Ahmeti. Një instruktore e autoshkollës në Ferizaj është dënuar për kundërvajtje në trafik pasi një nga kandidatët e saj është kapur duke përdorur telefonin gjatë ushtrimeve të vozitjes. Autoritetet sqarojnë se instruktoria mban përgjegjësi për veprimet e kandidatëve gjatë mësimit. Për shkak të incidentit, ajo është gjobitur me 200 euro, i janë vendosur 2 pikë negative dhe ishte ndaluar drejtimi i automjetit me veprim motorik për 3 muaj. Instruktoria rezulton se ka pasur edhe më parë një shkelje të ngjashme në kundërshtim me ligjin për trafikun rrugor. Banorët e fshatit Sferk në Pej kanë paditur komunën për gjendjen e deponisë mbeturinave të cilën e konsiderojnë të padurueshme. Ata thonë se zjarret e shpeshta që shpërthejnë në deponi po dëmtojnë bagëtit dhe rrezikojnë shëndetin e tyre. Ka më shumë se një muaj që tymi s'është ndalë, që nga shtatori situata me mbeturina në deponinë e fshatit Sferk të Pejës është përkecuar dukshëm. Përveç se deponia ka tejkaluar kapacitetet e saj, aty shpeshherë shpërthejnë edhe zjarre. Pamja në teren është edhe më e rëndë se sa duket nga larg. Përveç ndotjes së ajrit dhe ujrave të zeza, rrezik shtesë paraqesin edhe qenë të ndasak që janë të shumt në numër. Veç pa kilometra më poshtë, rreth 50 familje përballen çdo ditë me këtë situatë të rëndë. Kur formu më spari, ne kanë pa thonë si na kur t'i bim këtu, edhe është në nënshkruar në komunët Pejës. Kur t'i bim mbetorinat aty, ata do t'i mlojnë. Do t'i mlojnë me dhe. Mirë, po ajo nuk ka ndodhur asnjëherë. Rama tha se gjatë verës qëndrimi jashtë është i pamundur. Verës, kur të vjen stina verës, korriku dhe gushti, nxehtit e madh, aty na bëhet era se nuk është e padurueshme, më njëherë duhet me himrena. Ankesat e njëjta i ka edhe banori tjetër Ibrahim Bajrami, të cilët po i dëmtohen baktit nga ujrat e zeza. Edhe ball katastrofë, se neve po na pengon edhe për punë të kafshëve. Na vjen që ta ujnat e zeza krejt, lap pinqa si ujë, fëmija jo në pinqat atomel. Si ma katastrofë s'ka qysh. Bajrami tha se për këtë ka paditur edhe komunën. Kështu e kena padit përmes një avokatin gjyq, po se di se ka hecë procedura pa detash. Ata e në koni kanë morë ato mostrat e dheut e tujit e po. E nga komuna e Pejës thanë se planin për këtë deponi e anuluan masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Nave që kemi një projekt me Bashkimin Evropian, pa është ndalë për shkak se Kosova është në sanksioni, që kjo e vjetra ka pas me umbëllu, edhe mund ndërtu një tjetër me standarde evropiane aty afër, po bojnë 3 vjetë që fundet e Bashkimit Evropian janë blokuar, tash e kemi rinënshkruar kontratën e re me të njëjtit donator që 3 milion japim na, 9 milion jap Bashkimi Evropian. Banorët thonë se ajri ndotur që vije si rezultat i zjarreve të shpeshta që shpërthejnë në deponi prek edhe disa fshatra të Istogut. Por për këtë problematik, kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë nuk kanë kthyer përgjigje nëse do të ndërmarrin masa. Për shkak të një defekti në sistemin e energjisë elektrike jashtë hapësirave të QKUK-s, shërbimet në ambulanca specialistike janë ndërprerë. E banorët ankohen se çmimet e rrymës janë të papërballueshme, sidomos për shkak të pagave të ulta, ndërsa sipas ASK-s, konsumi i energjisë ka shënuar rritje krahasuar me vitin e kaluar. Në qendrën klinike universitare të Kosovës u ndërprej energjia elektrike këtë martë. Ky defekt ndikoi që shërbimet shëndetësore të mos ofroheshin nëpër ambulanca specialistike. Ndërprerje e tilla energjisë elektrike po ndodh gjithandej e goxha shpesh kohëve të fundit.
kështu deklarojnë këta qytetarë, të cilët ankohen se çmimi i rrymës është i papërballueshëm. Nuk jem të kënaqur se shpesh po ndalet rryma, edhe me thonë vërtetën çmimi shumë i shtrenjtë. Shumë shtrenjtë është. Këto mosa që i merr qeveria për asistente ndihmës nuk janë të mjaftueshme, po llogaritë që janë të merr filta. Kështu që nuk është në rregull. Ekostoja bëhet vështirë e përballueshme edhe për shkak të pagave të ulta në vend. Bërë çmimi më të vogël në katastrofë. Shumë çmimi i madh, mbos domethënë ekonomisë edhe pagat që kemi në Kosovë mendoj se është çmimi më i lartë në Evropë. Agjencia e Statistikave të Kosovës në tetor ka njoftuar se gjatë muajit gusht të vitit 2025, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 502.12 gigawatt për orë, ndërkaq konsumi i energjisë elektrike ishte 411.92 gigawatt për orë, ose 1.29% më i madh se sa në muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këtu po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe shumë informacionet të tjera, klikoni në Gazeta Express. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.